Kryesisht pas diteve, me siguri, për shkak shkollës, punës, njerëz janë shumë pak dite në shtëpi, po menoj. Si shkon kjo? Ashtu e kanë planifikume, varet kur e fillojnë edhe kur e mbarojnë punën. Por shumicën e rasteve, edhe ata tash e kanë po, masi veç kanë fillu punën në teren, që duhet me fillu pak ma vonë punën, po duhet edhe me orare pak ma të gjatëna me qëndru në familje. Deri në orët e vona, 6, 7 ora. Po bazona prej komplet familjes tem, na kërkush nuk jemi ditën shpe, as fëmija, as na prindrit. Nëse nuk jeni në shpe, ata kanë me loni letër informuse që ekonomia juaj, familja juaj, është e përgjithune me kryqet intervist. E na me lejmru pastaj. Ata pastaj kthehen pak ma vonë në orare të ndryshme. Sepse nëse vinë gjatë ditës, mrena ditës në orare të njëjtë, prapse prap është mundësia mos mjë gjetë në shpe, po ata janë të obliguar edhe kanë me u kthy me kry intervistat ma vonë, do me thonë, mas orës 4. Unë me shumë knasi të da mirëpres ekipin tuaj në familjen tonë private dhe jo vetëm këto në emision, sepse këto vetëm ju hapa derën, pa tjetër që ju presim edhe unë juftoj kret juve dashur qytetarë, kush do që përna sheni, ku do që përna sheni në komplet Kosovën, nëse sheni ekipin e Mix apo Mitz që shpjushkun edhe në Majica, hapja një derën, sepse gjitha këto dhana do të përdoren sa do se nesër për të mirën tuaj. Nëse jo direkt, indirekt pa tjetër. Dhanat e familjes tuaj, fëmijëve tuaj, quve vetë si krye familjar, janë esenciale për institucionet tona në çdo ndryshim, çdo ligj që ndryshan, çdo intervenim që bën shteti, çdo përfitim që mund bëjnë OJ që të ndryshme, çdo hap që mund të ndërmarrë edhe UNICEF-i siç bën tash sa vite të pas luftës, dhe jo vetëm në Kosovë me familje të ndryshme. Do me thonë, asë gjë e keqe nuk ndodh përveç se përfitimeve tuaja si ekonomi familjare. Në ndërkohë, e thanë edhe zonjat, të dhanat janë shumë të besueshme, janë shumë private, janë aty të dhëna dhe aty të mbetura, thjesht statistikat publikohen. Kështu që pse jo t'ju hapim derën kur është në të mirë tonën.